Ore, do kalojmë në Mysym Shyrin e? Po. Jo në Mysym Shyrin. Ape që këtë delë që këtë anin unë? Aty lërë. Jo në Mysym Shyrin, pra. Pse, vla? Më të meroj miri di. Më tha do të zhduk. Miri më kërcenoj dje, më tha do të zhduk, tani. Shiko, se nuk dua, jo të shajet të bej, vetëm për atë, për respektin, për... Aty miku truri gjanëm, po... Shiko. Unë me 3 kam bikun. Po jo. Po dëgjo. Që kur doli nga shtëpia, që bëm atë si parti aty brenda, në korridoret, me erdhim atë këto gishtin në një mënyrë që nuk më pëlqevi fare, po prap unë e tolerova, se isha ka i takasonja në kisht. Qarë kejta shumë? E më thoma qarë, të nesme vatëm në plaza, bëm atë që u bëhe gjitha ajo, si parti, si... Edhe duke kënduar aty më tha mua, meshe me mua, edhe dhe ti dole vetësh të bënim ne ku di unë, këton ti. Dhe dije, kishim post Big Brother, dhe ndoshta kish netur aty sa ynë për në skenë, kish zënë prit aty. Dhe ishte edhe Arber Hajdari edhe Monika. Dhe më të mërë të cigare. Edhe më thotë mua prap se e kishte atë, ndoshta kishte ta fillon të atë. Po ti, fillovi avazin që pse mbështete se linën ti dhe se duhet të çmendesh, kupton ti. Pavarësisht i thash, çfarë ke Mordian? Po jo ti tha se që dy më të mirët ose se mbaj mend tani për Stinën dhe për këtë që thashun. Po pa lidhje dhe i tha Arpi, po që fillimi i tha mo. Edhe Arpi tha, patre që fillimi standën e t'i lini 25 dit. Që fillimi, që prajmi dytë dhe këtë ti the miri dhe tani do më palidhje fare, do më dhe në kupton ti. Tani ti, jo i tha, edhe i tha Arpi, i liri ka qenë, në mendimet e ti tha ka qenë konstant. Do më dhe, nëzirë ma mua në një që kam thënë unë e merë miri, jo, po unë kam thënë i liri, kotë se qarë më theshte. Edhe ashtë dëgjo Mordian, unë që kur dola, sa dola nga biku, që të nesme piva kafe me një biznesmen, edhe më tha, do të vetoj Seline, më the tash, kupton ti? Ja këto muhabetet si qanë, muhabetet e kafeneve, njerën tjetër. Plus që ajo 23 vjeçare e përballovi e beri punë edhe e mendova, ore Selini. Ky tani u qa, kupton ti? Edhe unë e marrë më njanë, i them që ore, po këshu, e marrë më njanë, dhe i them për shpirë të nënësën, më tha një këshu që, dhe ky tani, që të më vite mua si në siklet, i thotë ati, ja thoj Arpi tani që në the mua, e mua miku truri, thashun, mos me qaj kari, po miku truri keq, mos me qaj kari, miku truri, edhe këto dy fjallë bajmë në tunë, edhe kur dëgjoj që tha, do të zhduk. Qarë thoma një, qarë bështit asha? Do të zhduk, tha. Në sy të Arpit më tha dhe në sy të Monikës. Do të zhduk, më kërcenoj. Si bet? Prisje, me besë. Prisje, bre, dakord, po. Qanë te po e biti nga mësty, mosën nga mësty, se nuk do më marrë penk miri tani më të dhe më. Mos o qesh. Hyri. Po jo marrë penk miri tani, mos hyri këte. Unë e kuptoj. Shiko tani, unë e kuptoj që miri ka atë
dhejfin që nuk doli sepse është ushqyer që do fitoj. Se ajo aty brenda është ushqyer. I pëlqente edhe vetja e dukshte, kupton, si thësh një klarim strategu, kupton, strategu njëri tjetrin e tha unë jam, e kupton ti? Po unë ja thash, loja tënde mbaroi mo djalë, unë duke parë, unë mbaroi kur ti u bëre bashkë me Rogetin. Dhe kur ishin ulur aty, po nuk doja ta me muhabetin, po ta hapte Ledioni po edhe dije nuk doja ta me muhabetin. Se i pash aty të ulur që Mateo, dhe Mateo s'ky dha ushqim, se Mateo 2 muajt e parë vetëm vetëm me mirin u mor. Edhe ky i dha ushqim, edhe tjetri Selin, me Selinin krevati e me Selinin u mor. Edhe Rogerti, të 4 këta ky i ka ushqyer, të 3 këta ky i ka ushqyer. Ju ka dhënë nga pak e oqi shkëlqimin e tij. Po ne si shqiptarë gjithmonë themi që faj na i kanë të tjerët, faj ne për dështimin tonë, na i ka Iliri, na i ka ky, na i ka y, kupton ti? E do të zhduk. E pas që shen në shumë ka mbledhur shumë negativitet. Duhet të çlirohet, po në Vrenozi e gjete të çlirohesh o mirë strategu. O në mua e gjete, lemonalet e mia, vllakamalet e mia. Po unë së të njënja, kur unë nuk të njënja, se nua më tha, ky është miri, nuk të njënja, për shpirt të nënës. Unë tha që është ky që po më si gango, se bërë një dy shumë si fort. E tha qarë është ky, kush është ky, tha është miri, jo e sa të familji. Nuk të njënja për shpirt të nënës, asë njënja. As shoka, as kisha detyrime që të dashu ty, po unë gjatë shpisë të tris një miri më theshte mua, i lir. Se ky të tërë, po unë të dash në 2000 finale, se ky të tërë kështu të ishte, i mi të plëka, e të ishte, në 2 finale, kuptono, do më në prishtirosje, kupton ti? Dhe ky dine si kur që strategu i shtëpisë, kupton ti? Ky e ushebi vete si kur unë tani do fitoj, i kam tërë në ato dhe tani, ka 3 dit që kur unë doli që më drove kish, 3 dit dje, do me thënë, edhe më prise Kastile aty, e më tha do të shduk. Ta që të vetën që ka ty në komisariat unë të them më kërcenovi miri. Edhe ka me dëshmitar është Arbër Ajdari edhe Monika Kryemandi kur miri më tha do të zhduk. Më kërcenovi drejt për së drejti. Largojni që fëmijët nga ekrani. Ti të mash Karin. Miri, Karin të mash. Ti e kush do të mash Karin më kini ngrenë. Mua nuk më zhduku, kush nuk më zhduku më. Do më zhduku është tia. Ti që ke fin nga i atende, që u bene kështu aty në nëketi që në të kështu, ti do më shtukësh mua. Kokë piçkë. Se s'dojnë ato trisnjat pap thira, po janë thira se